Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Siç kundërshtat dini dhe po e ndiqni në ditët që jemi, ditët e fundit, në Partinë Demokratike po krijohet ose është krijuar si themi edhe një foltore tjetër. Sali Berisha është shpiksi, siç e dini ju, i foltores, si krijesën e foltores e ka bërë, krijimin e foltores e ka bërë zotëni Sali Berisha. Por e bëri për të eliminuar Lulzim Bashën. Dhe ja dori me sukses. Basha i shkret tani pas asaj foltore, nuk e dim fare ku është. Sot një foltore e re ka lindur. Por a mundet ajo të eliminoj doktorin dhe foltoren e doktorit? Nuk dim të themi. Në emisionin tonë shpesh kemi thënë që Enver Hoxha ka pasur shumë grupë miqësore dhe ne i mbajmë mend të gjithë për shkak se ai ka vrarë pjesën ndërmuese. Partia Demokratike ka pasur grupë miqësore shumë më shumë, por nuk i mbajmë mend të gjithë se nuk janë vrarë. Domethënë, po janë vrarë politikisht, por nuk janë vrarë edhe fizikisht siç i vriste shoku Enver. Tani ne do ndjekim sinkron ku doktori se çfarë ka ndodhur. Foltoria e re plus reagimin e doktorit, që është një reagim qetësues. Dhe unë do t'ju prezantoj kush do t'jetë me mua në këtë pjesë të rëndësishme të bisedës. Sinkroni një. Partia Demokratike ka nevojë për hapje dhe për të pastruar të gjithë ujin e ndetur në të. Partia Demokratike duhet të rifreskohet, ka nevojë për rinim. Do sugjerohet që partia të hapet, po tjetë hapje reale. Intelektual të njohur në Shqipëri patjetër të marrë dhe pozicione të larta brenda Partisë Demokratike. E kuptu qartë që kjo është një frymë për të bashku çdo lloj përpjekje, çdo lloj ideje, çdo lloj personi, qoftë strukturë, qoftë votues, qoftë simpatizant, brenda apo jashtë Shqipërisë, që të gjithë bashkë të mbjellin këto ide, të bëjnë më të mirë e mundshme, të rrahin bashkë për të krijuar një parti demokratike sa më të fortë. Partia Demokratike është një vokacion, por ajo duhet të hapat, të ri për të rihet, të zgjohet, të rinovohet, të besoj tek brezi i ri, të kombinoj përvojën me freskinë dhe pa diskutim të fitoj. Ndryshimi gjeneracional është oksigjen politik për Partinë Demokratike, është kushti domosdoshëm për të qenë fitues dhe për rikthimin e shpresës për ndryshim që mezi e presin jo vetëm demokratët, por gjithë qytetarët shqiptarë. Ai po ndjek një agendë personale dhe kaq. Të vazhdoj me agendën e tij personale, i përgësoj antarët dhe demokratë të Durrësit, të cilët e braktisën, i përgëzoj. Aty ishin, jo, ata që ishte të them unë ju. Ishin një grup të pakënaqurish sepse nuk u futën në listat për deputet. Ishte tjerë që punuan për Partinë Socialiste, që është të vërteta, dhe kanë frikë analizën që do bëhet. Zoti Saljani të vazhdoj agendën e tij personale edhe nuk ka asnjë lloj unë si dur. Nga Saljani? Apo ndjeket njëjtë në rrugë si Zoti Berisha. Pra ndërruar të shikues, si që ndoqë doktori duke i shqetësuar, themi realisht, edhe pse ai me të gjithë këtë njohuri që ka dhe bagazhet të shumta në politikën shqiptare, gjithë jeta e tij tani, jeta e 35-40 viteve, nuk po përmendim më përpara, është e mbushur me një përvojë shumë të madhe, megjithatë ai për gjendjen që ka Partia Demokratike, duke i shqetësuar. Dhe ai e konsideroi daljen e Saljanit dhe Ali Mehmetit në Durrës e konsideroi si një ndërmarrje private, foltore private, si thuash. Në fakt, sot e zgjeroi dhe më shumën, po e ndiqja edhe në momentet e fundit, ishte në mirë ditë, dhe dikush i shkroti që e pe filanin doktor aty, e kishte dërguar ky që është në presidencë së këshilltar i Ferdinand Ferri. E kishte dënuar Ferdinandi, që ti ishte pikërisht atje. Thoshte i shkruanin doktorit, shqetësuar. E thosh doktori sot. Pra,
ka një shqetësim. Dhe ne do të diskutojmë këtë problem sot me doktor Ali Mehmetin, drejtuesi i Departamentit Shëndetësisë në PD. Ty një grad ta ka dhënë, se këto gradat i quan për shembull ti do të ishe ministri i Shëndetësisë, nëse do ishit pushtet. Me këtë grad që të ka dhënë këto. Domethënë se gradat ai ndan. Bëj shaka si për batut si fillim. Zoti Pres Zoga, Ergjys Mertiri dhe Andi Bushati ndihmojnë mbrëmjen e sotme që është një mbrëmje, domethënë që ne do përpiqemi të mos jetë një klishe, nga këto që ne shohim vazhdimisht. Do përpiqemi, zoti Ali Mehmeti, do përpiqemi të jemi sa më të hapur. Të hapur në një pikpamje që me ty e kemi një avantazh që mund të jemi të hapur, për shkak se ti nuk i ke këto klishete politikanit që të tjera pyetje bëjmë ne dhe të tjera përgjigje jep njeriu i ftuar. Ti, doktori për shembull, ka këtë shumica e politikanëve këtë punë bëjnë. Domethënë thonë ato që duan ata. Ti thua gjërat e tua, më ka thënë një doktor në studio, unë them gjërat e mia, thotë. Edhe kaq. Por ne do përpiqemi të jemi sa më të hapur. Me thënë të drejtën, deri tani nga kjo, deri që kemi parë tani, unë ju shoh dhe pa konfuzio. Në shpikpamje, thua ti. Po se ju, po përpiqeni tani të rregulloni një gjë që ndoshta nuk rregullohet. Për shembull, se ndoshta është si të ngjallësh një njeri që po vdes, për shembull. Larg qoftë, Partia Demokratike ka marrë shumë vota e të gjitha, po domethënë Partia Demokratike është ajo që ne shohim. Për shembull, Flamuri ishte aty. Ai tjetri Vokshi ishte aty, tjetri ishte aty, tjetri ishte aty, Paloka ishte aty. Vendos ndonjëherë këmbën tavolinë ai kur lodhet në parlament. E tjera. Pra, ju doni të ndryshoni një gjë që doktori e ka krijuar me një kujdes shumë të madh. Po se si mund ta ndryshosh ti dhe Saliani këtë? Ja tani të pyetjen e parë unë ty. Çfarë është lëvizja që keni nisur ju? Bashkë dhe çfarë synimi ka ajo që ta kuptoj popullata tani? Ç'është synim ka? Se duhet të ketë një synim. Se po që se thoni do rregullojmë këta, na mbaroj dhe biseda dhe s'kemi tjetër të bisedojmë. Do futim spakun pastaj u pa punë. Ata mbajnë ata spakun. Ata mbajnë. Se vazhdimisht ata. Nëse mundem. Jo, sigurisht. Ju edhe kur e hapët, folët për foltoren e kaluar apo tanishme. Ndryshon shumë foltora e doktor Berishës kundër Lulzim Bashës nga diskutimi që bëhet sot. Pse? Sepse dhe patjetër ja mori Lulzim Bashës. Ta them të partia është e doktor Berishës. Pa dhe ja kështë edhe në vetë. Partia është e doktor Berishës. Kështu që nuk është e njëjta gjë. Në një farë mënyrë nuk i mori gjë, e kupton? Po vazhdon është e doktor Berishë, është kryetar i zgjedhur. Unë e kam votuar 2 herë. Dhe nuk është kjo një lëvizje anti-kryetar ose për kryesi. Paktën siç e shoh unë. Është një luftë për bashkim. Është një përpjekje për bashkim. Unë kësaj ti kam qëndruar dhe vazhdoj i qëndroj. Pse? Se ka energji të ndryshme brenda Partisë Demokratike dhe kampit opozitar, të cilat përfaqësohen nga njerëz të ndryshëm. Mund të përfaqësohesh nga njerëz të ndryshëm. Fakti është që vetëm një prej lëvizjeve, një prej forcave të mëdha është e përfaqësuar gjërësisht, e tjerat jo. E këtu lind nevoja për të bashkuar dhe për të përfaqësuar më mirë të gjitha rrymat që ndodhen brenda Partisë Demokratike. Dhe këtu ndryshon koncepti jonë. Pra, në këtë koncept, ne duhet të bashkojmë sa më shumë forcën e Partisë Demokratike bashkë, në një parti demokratike sa më të plot, që ajo të jetë lider i opozitës luftën për pushtet nesër. Pra, nuk është një foltore kundër kryetarit dhe nuk është një foltore për të marrë vendin e kryetarit. Foltore po i quaj sa i quajtë aty. Por është organizim mes njerëz. Jo, foltori të më për të rivitalizuar. Me që keni marrë dorën si parti foltores. Për të rivitalizuar, për të rienergjizuar një pjesë të mbështetësve, një pjesë të strukturave dhe një pjesë të votuesve, të cilat do të riqen nga kjo lloj ide brenda Partisë Demokratike. Kështu që nuk e di sa i qartë isha këtu. Ju thatë që është një detyrë e vështirë. Jo, s'jam i qartë. Më thoni ku e keni. Ju kërkoni të krijoni një fraksion në Partinë Demokratike apo doni ndryshim të leadershipit PD-s? Se çfarë ndryshimi doni? Po.
Ja, këtë duhem të dim ne dhe jemi të qartë pastaj. Dhe do bëmi me juar. Nëse kjo është Nëse është një nga kërkesë. Nëse kjo Kjo është pyetje. Po. Ju e dini që pranverën që vjen do të ketë mundësinë sipas statutit për të rishikuar dhe për të votuar figura drejtuese të Partisë Demokratike dhe këtu shumë prej këtyre figurave nevojisin një lloj rifreskimi, një lloj ndryshimi për të përfaqësuar sa më mirë atë elektorat që ka Partia Demokratike, që është elektorat i madh, kanë votuar mbi gjysmë milioni njerëz në maj të vitit. E në këtë aspekt, patjetër ka kërkesë nga krau tyre. Dhe nëse nuk i përgjigjem kësaj lloji kërkese, atëherë një pjesë e tyre pastaj ndoshta dhe nuk mbështesin më. Dhe kjo është e rëndësishme që neve të kuptojmë. Pra duhet forcohet Partia Demokratike përmes figurave, përmes hapjes, përmes rithemelimit. Ju e thatë pak më parë. Këto kanë qenë premtimet që janë bërë dhe kanë qenë premtime që kanë qëndruar. Dhe ku njerëzit kanë besu dhe i kanë mbështet. Dhe nëse ne i rikthehemi këtyre parimeve këtu, këtyre shinave, për cilat unë personalisht, unë kam hyrë në prill 22-shit në Partinë Demokratike. Ditët më të vështira doktor Berishës dhe të Partisë Demokratike. Aso kohë s'kishin pothuajse asgjë. Kjo po thuaj gjë të vërteta, po që nuk kanë lidhje me këtë që të pyesum. Ta mbaroj dhe përgjigjem sërish. Jo, kur të mbarosh po e the. Dhe në këtë aspekt tu, unë e di shumë mirë ku qëndroj dhe për çfarë qëndroj. Pra, në mënyrë të absolute nuk është, nëse kjo shkon si koncept dhe ndjehet apo zhvillohet në një mënyrë që mendohet si përçarje, unë nuk mbështes përçarje. Unë mbështes vetëm bashkim. Dhe për pyetjen tuaj që më bët juve, unë jam shumë i qartë që ka nevojë për ndryshim të disa prej figurave. Tash ku fliten këto? Fliten përpara një herë në struktura drejtuese, diskutohet. Flasim brenda për brenda. Por që ka një nevojë, ka një nevojë. Dhe në këtë aspekt ne jemi shpreh relativisht qartë. Por brenda një energjie përbashkuese. Pra, nuk është një foltore si foltoria doktor Berishës aso kohë, që ishte për partinë e kryetarit. Ishte edhe sot. Jo. Foltoria numër 2. Nuk është si, po më pyesni mua, po jap mendimin tim. Pra, po tjetë e këtij formatit, jo. Është një format rienergjizues, bashkues, ata kërkojnë me të drejtë, jemi një energji e caktuar, kemi nevojë të përfaqësohemi. E para. E dyta, përkundrejt faktit. Je duke më thënë që doktori nuk e lëviz topi nga. Me fjalët tuaja, po. Jo, edhe me të tuat. Jo, me fjalët tuaja. Jo, thuaj me fjalë të ndryshme. Unë e kam votuar 2 herë doktor Berishën, e thashun. Tani ti e voton me doktor Berishën, zotri, në këtë proces që ke nisur apo jo? Në qoftë se njëri e vend dyshim këtu që Partia Demokratike kryetar është doktor Berisha, në qoftë se ka ndonjë që e vend dyshim këtë, ka ndonjë? Unë besoj se ka ndonjë. Unë, Bushati, Preqi, e diskutojmë. Ne të 3-4 këtu. Që nuk është kryetari. Nuk është, a duhet tjetër? Jo, a duhet tjetë më zotri. Hajde diskutojmë ne. Se kjo, që nuk është kryetari këtë ndimo. A i dhe pas dekes do jetë kryetari, larg qoftë. Për këtë arsye, Partia Demokratike ka forumet e veta. Për këtë arsye, Partia Demokratike ka ato hapësira statutore që ka. Dhe të e rëndësishme që tjetë, që ju jemi të qartë këtu. Të e rëndësishme këtë aspekt, pa tjetër procesi votimit duhet jetë i hapur dhe transparent këtë drejtim. Po në qoftë se dikush votohet, mirë apo keq, se i pëlqen apo si pëlqen dikujt, në mënyrë të hapur dhe transparente, ai takon që të drejtojë. Nga ky aspekt. Dje se unë nuk e përfundova do deri në fund. Kam përmendur një studio, jo, brenda kësaj. Po e shënoj që... Ja, shënoj aty, në momentin që e le. Po. Bravo, tani, shiko se interesant është. Shumë vite më parë, kur erdhi Luli, Luli nuk isha asnjë fajore, po ta shikosh, deri në ditën e ikjes asnjë faj Luli shkret. Se Lulin e morën e sollën. Edhe ulem unë me të ndjerin Sokol Lëldashi. Ishim shumë miq, me që ajo preç po rregullohej më valla këtë. Je këtej. Rregullohej këtë. Isha me e bën mbyllur, e mbyll. Isha me të ndjerin Sokol Lëldashi. Dhe do konkuronte për të bërë kryetar i Partisë Demokratike. Më tha mua, i thashun, do konkurosh vërtet. Po tha. Po, unë di që do t'jetë Luli Basha, kryetari thashun, i Partisë Demokratike. Sepse këtë ka zgjedhur doktori, pa u bërë zgjedhjet. Jo, tha. Pse jo, i thash? Më tha në zyrë, tha, që unë nuk do ndryj fare. Fare, Sokol, unë nuk ndryj. Në këto zgjedhje. Kam bajtur, kemi biseduar deri në mëngjes në Azuri dhe një vesë e madhe, kishte shumë vesë në ato zgjedhje, nuk e mbaj mend muajin që ka vesë shumë preç. Stina që ka vesë, pranverasha nuk e di.
e se madhe shumë, dhe Sokoli vajti dhe hyri dhe doli aty, do më siruar tjetur. Pra, e kam i fjallën, kjo është një pronë e doktorit, të cilën ju kërkoni retushim, tani unë e kuptova, paka shumë, nuk e di kolegët e kuptuan, po ju kërkoni retushim të pronës. Të bjerë, për shembull, po themi Flamuri, dhe të shkoj një nga ju, të bjerë Vokshi, dhe të shkoj një tjetër, të bjerë Filani, ju që keni marrë vota, mo, vërtet, tjetri, gjallë në botë, ali me të për mua, Po ju e thatë dhe për pare. Gjallë në botë, nuk e kuptoj. Po të bjerë doktori, mund të bjerë këta, po zra doktori, a i ka zgjedhur këta, mo, i ka vendos këtu, pulla, pam, vendet, të gjitha vendet. Tani ju, unë e kuptova që kërkoni, që ju të zini vendet që ju meritoni vendet tjera, thuati, për shkak të votave që keni marrë të gjithë. Po shprej mund. Nuk mendon doktori kështu. Si kundërse nuk mendon dhe kjo i gjati këte nga nga tjetër, por sot nuk e kemi objekt. Është tjetër objekt. Do të bëjmë takim tjetër. Por, gjallë në botë doktori këta ka zgjedhur se këta i duen. Dhe tani i fryn dhe kosit. Nga qa e ka gjedhur, në kohë, se ka gjedhur, a i tani i fryn kosit. Nga qulli, u dojnë nga qulli. Doktori, jo nga grada e këshu, i fryn kosit. Dhe aty ata ka, ata japin jetën. Të gjithë, ja këta që dorën të cilët janë tuajt këta, që dorës. Pra tani, më kupton që duhet të them, që unë ka që kuptoj. T'ja lëm kohës këtë, se shumë shpejt do jemi këtu, për ta folë sërish këtë gjë. Ore, kjo do ishte një gjë jashtëzakonisht e mirë. Por unë për vete kam këtë skepticizëm dhe... Po, i qartë dhe i pranushëm, sepse ndjetë. Dhe ta theme, kupton, për t'ja thënë dhe popullatës. Që të kuptoj diçka dhe popullata ka vitet të tëra që i kupton. Që i ka ndalë grupe armisore të panumurta. Tani, Berisha thotë që njerëzit që kanë ardhur në takimin e Durrësit nuk janë demokratë. I pat ju ata aty. Mos i kishte dërguar Derama kush e di. Si ishin demokratë ata? Jo, unë nuk jam nga Durrësi, njoh një pjesë, nuk mund të njoh gjithë, nuk jam fusha, unë i ftuar isha, ishte organizuar nga demokratë. Ishin ftuar demokratë tjerë, të paktën aty nuk dëgjum njeri të kishte opinione tjera në njohurinë time. Pra, ato që njoh. Megjithatë, ajo që neve kemi nevojë sot si Parti Demokratike, kemi nevojë një nivel organizativ më të lartë. Besoj kjo s'ka asnjë lloj dyshimi. Dhe nga ky aspekt organizativ mund bëhet shumë më mirë. Dhe sepse këtu dhe e lash. Jo, mos e lësh. Pak a shumë ty do të pyesim. Jo, ku e lash pak më parë kisha fjalë. Prandaj aty e po. Dhe nga ky aspekt organizativ, qartësisht Partia Demokratike mund të ndihmohet dhe mund të bëjë shumë më mirë. Dhe nëse nuk kuptojmë që neve duhet i bashkojmë gjitha lloj forcat kundër Edi Ramës dhe kundër kësaj qeverisje këtu, dhe të kemi çdo lloj force nga guri duhet ta nxjerrim forcën. Doktori bashkuari ka sipas modelit vet. I ecin punët mirë. Po duhet të shtohet pra. Ajo është forcë para opozitare. Po shkon pozitë, duhet shtuar. Ore ata fitojnë. Çështje matematike. Vetëm ti ke mbetur. Ata fitojnë një lloj si këta më të pushtetit. Pse duhet i shtojë ai ata? Një lloj. Mos e thuaj një lloj. Tash sipas vendet që kanë, se këta fitojnë 20 herë, këta fitojnë 2 herë. Një sekond. Jo. Neve këtu flasim për njerëz, këtu flasim për njerëz që na mbështesin, njerëz që votojnë, njerëz që besojnë ke Partia Demokratike, njerëz që u bë viti 13 që janë opozitë, njerëz që e vujnë opozitën shumë kurriz. Unë nuk i kam pak. 40 dhjetorët e fundit doktori u shpalli ju luftë dhe tha... Nuk e shoh se si ata fitokan. Jo, unë mendoj është nismë private, tha. I ka të gjitha mundësi. Përgjigju tani, për forcë parë. Doktores, është nismë private, tha. Po që nismë private. Si e mendon? A është në favor të Partisë Demokratike? Po që në favor të Partisë Demokratike. Interesat të dyshimta thaj. Interesat të dyshimta. Interesat i shohim patjetër rrugë. Sa ai se që i shohim ne kemi parë interesat e tij. Ku jemi? Për mua o ka dyshim nga interesa që ka ai vetë. Jo, problemi është që ai po ju akuzon dhe edhe ju keni qenë në këto ujëra dhe i njihni. Po pikërisht. Neve në mënyrë të vazhdueshme takojmë njerëz. Apo jo, kjo është politika, takosh njerëz. Po njerëz dalë dhe unë me bushatin e disa takojmë. Në rrugë, në shtëpi, në konferenca, ku doni ju, çfarë do lloj. Kjo është politika. Takosh njerëz. Tashti nuk është se të shkohet me taku njerëz me mandat. Shkohet të taku njerëz në mënyrë normale, spontane. Apo jo. Pra, unë nuk njoh asnjë lloj takimit, asnjë lloj tipi që nuk mund ta mbështesi Partinë Demokratike dhe ta forcojë. Çdo gjë mund ta forcojë dhe ne kemi nevojë të forcohemi.
ke nevojë të bashkohemi dhe nëse ky konceptohet si diçka përçarëse, unë nuk e mbështes përçarjen. Sepse unë hyra në një moment ku përçarja kishte bërë dome shumë të mëdha dhe vujtë më gjatë për ta minimizuar, se nuk zhduket kurrë ajo dhimbja e përçarjes, po për ta minimizuar. Dhe nga ky aspekt, nëse ne nuk kuptojmë që duhet bashkojmë gjithçka, çdo lloj energjie që me thënë drejtën, Shqipëria po rrudhet gjithmonë më shumë popullat dhe ka nevojë për gjithkënd. Dhe ama ka dhe një nevojë jo vetëm për numra, po ka nevojë edhe për organizim njerëzve. Por Shqipëria nuk po rrudhet. Unë dal tani se heci pak. Edhe për shkak të morse këto gjëra të heci preç. Ti ecën për ti. Shikoni për Tiranë ç'a ndodh, shumë të huaj. Unë njëherë natën mbeta në laprak dhe s'po gjenja do të nga të dilnja për të, se janë bërë ndërtime shumë mërtir, edhe pyes njerin që e zmerë këshu, një djali thash unë, ku dilet i thash unë për të sa 2000 dinama? Të sa 2000 dinama, po një shqipe e rënduar pak, do të kalësh këtu tha dhe do futesh, falet thash nga je, unë jam palestinesta. Po, askush nuk do ta merrte këtë për të vërtetë, do të tregoj rrugën e Tiranës, disa jes timen, po, nëse do isha në telefon me Ornella Nakun. Rastisht ishim në lidhje, dhe ajo mbeti, mbaroj. Tha, jam palestinesta. Pra, unë kisha pyetur një palestines, ku është të 2000 dinamo? Por vetë kisha humbur. Kisha humbur vetë. Pra, këtu kanë ardhur shumë njerëz, Ali Mehmet, kanë ardhur njerëz të huaj, të panumërt, dhe ata vinë vazhdimisht, nuk pyesin as Ramën as njeri. Pra është të vëndësuar më këtë popullatë. Ka popullata që kanë vdekur më në kohë. Analistët shmendojnë tani për foltoren e a i shërben Partisë Demokratike, kjo nisma. Nisma e Salianit, Ali Mehmetit dhe bashkëpunëtorëve të tjerë. Çdo nismë shërben, po edhe frika, a mund të ketë një nismë aty te doktori? Preç ti tani se ti gjithë të kohë ndenje afër VD-s e opozitës dhe asnjë foltore, asnjë gjë nuk hyre ti. Si ka mundësi? Ne kemi, në fakt, ne kemi paraqit dokumenta politike në forume, kur kemi dalë kundër. Forumin, forumin, po, më kujtoj. Këshillin kombëtar, Parlamentin kombëtar, kemi qenë një... Edhe ju fshiuaj pastaj. Po, tregoja pak. Në 92. Si ikët ju... Për 92. Si ikët ju që në 92-shin për Lesh Harapit. Dhe më vonë ka pas prapë dhe debate brenda, po kjo... Ha shkon këta, dëgjoj. Po, ajo është një mënyrë. Jo, tregoja pak, ta dëgjojmë atë se popullata ka lindur një popullat shumë e re, dhe nuk e ditë në 92-shin si u mori ky doktor ju. Qënë dhe palestinezët. Po. Po, ja. Jërë të flasë për këte. Që këtë duesh ti? Shumë thret për libri, emision, ose disa minuta, unë të libri kam shtjelu gjere gjatë këto ngjarje. Javën tjetër do të thes për libri. Që ka interes. Por nuk du të prezentoj këtu një shembull ku kam qenë vetë protagonist, po du të flasë për këte tani. Unë mendoj se kjo që bën Ali Mehmeti, disa tjerë, Saliani, gjithashtu, disa më të votuar, ishte një gjest, për mendimin tim. Këta e mendun si një gjest që ka brenda edhe pak provokim, po provokim pozitiv. Sigurisht. Që kishte nevoj, ose u thirë, u mblodh për të dhënë disa mesazhe, për mendimin tim. Tu kam protagonistin, mund të më korrigjoj. Një mesazh ishte që këta, si më të votuarit, duan të japin mesazhin e respektit për zgjedhjet dhe për votën, si themeli i demokracisë. Dhe ka të drejtë e Zotit ta bëjnë këtë. Pra, ta nuk mund të presin pa fund, s'po ndodh asgjë se këta janë votu, këta ka një përgjegjësi më të madhe se sa të votuarit. Ndaj zgjedhjeve. Pra, ky ishte mesazhi i parë që mendoj unë është pozitiv. Mesazhi i dytë, mendoj unë se këta kërkojnë kundërshtojnë ndarjen e njerëzve të elitës Partisë Demokratike në dy grupe, në patrit, si e kam thënë, dhe në plebej. Patrit janë ata që as votohen, as në parti, as në popull, dhe plebej janë këta që votohen edhe në parti dhe në popull. Që të shojnë votat për këta. Dhe kanë arsye ta bëjnë këtë, janë në drejtën e Zotit, sepse në analizë fundit, i lejme një debate që kemi zhvilluar për këtë temë, në analizë fundit, në grupin parlamentar të Partisë Demokratike kanë hyrë shumë pak, nduke se ka hyrë
nuk e di, sa vetë kanë hyrë nga këta që kanë hyrë me votë në grupin e Partisë Demokratike? 6, mos gabohem. Të gjithë, pra në shkallë vendi, kanë hyrë 6, në Tiranë ka hyrë vetëm 1. A është kështu? Pra këta që janë më të votuarit, janë minorancës brenda, do të thotë se në thelb, lista ka qenë e mbyllur dhe ka ngelur e mbyllur. Dhe këto, po të mos bërin dhe këtyre haramu qovë vota pastaj, që kanë marrë nga zgjedhësit. Një mesazh tjetër, që tha paka shumë dhe Ali Mehmeti, ka të bëjë me rinovimin e Partisë Demokratike. Më të votuarit janë në drejtën e tyre, pra po them në drejtën e Zotit, për të thënë partisë që ne jemi më të pranueshëm nga ata që s'kanë guxuar të votojnë. Më të pranueshëm nga ata që kanë qenë privilegjuar nga një diferencim i dy fisht që ka bërë Sali Berisha në partinë e vetë, që është e pa shembull, se kam dëgjuar kurrë. Herën e parë duke pranu, bile duke shty këta, një ligj elektoral dele dash, që ndarën këto patricët dhe plebejt, dhe Sali Berisha si të mos mjafton të ligji, dy fishoj në parti pastaj, që këta patricët që i quhen, nuk i përfshiu as në primare. Pra, i mbrojti nga vota popullore dhe nga vota e partisë. Këta që janë votu, sigurisht që nuk mund t'jeni indiferent ndaj këtij diskriminimi që nuk e kemi parë ndonjëherë. Dhe mesazhi i katërt, mendoj unë, që është prap pozitiv, unë e shoh shumë pozitiv, ka të bëjë me shkundjen e kësaj partie. Dhe i ka dhënë efekte, sepse kjo që po ndodh tani, këto zhvillimet mas takimeve të tyre, nuk mund të analizojmë pa qenë të lidhura me gjestin që bën këta. Pra, filloi foltorja, tani po fillon adresimi i diskutimeve tek problemet e brendshme të partisë. Ju them një gjë ylli, meqense më pyetni nga përvoja. Partia Demokratike kur nuk ka bërë analizë serioze për humbjen e zgjedhjeve në lidhje me faktorët e brendshëm. Pra, sa herë i ka humbë, dhe i ka humbë shumë, gjithmonë është fokusuar tek vjedhja, tek Edi Rama, në Fatosnane dikur, tjetri dikur. Asnjëherë nuk është ndalur seriozisht për të parë, ore ne vetë, kishim ne ndonjë problem, në një defekt, kishte në gjë që shkonte mes nesh, etj. etj. Dhe mendoj se kjo lëvizje atyre, edhe si provokim pozitiv, ka shërbyer pikërisht për ta shkundur këtë parti. Tani, reagimi i Berishës për mua është në reminiscencë, edhe jam i çuditur, pafundësisht i çuditur, se si ky njeri nuk ka nxjerrë mësime nga historia e vet. Do të them, këta një herë let fryu, dhe këta që kanë ngritur, probleme që ngritin sot Ali Mehmeti, janë, si më probleme për mendimin tim të rëndësishme, por nuk i shkojnë, nuk godasin aty ku është problemi i madh, domethënë, nuk godasin themën, por tani ylli dhe e mbyll me kaq, partia do vazhdosh prap, po të thotë secili nga dy tjerë. Pra këtë po them se duhet të them ka se si menaxhohet diversiteti në Partinë Demokratike në lidhje me edhe s'është menaxhuar asnjëherë. Po doja të thoja këtë që dy fjali kam që Parti shqiptare në përgjithësi nuk kam patur diversitet me përjashtim Parti Socialiste për një kohë. Parti shqiptare, sepse është problemi i madh, menaxhimi i diversitetit është Partia Demokratike sërish, edhe më vjen shumë çudi tani, se dikur s'm ka ardhur çudi se ishim me reminiscenca Partisë Punës, sillet si parti unike. A thu se s'ka tjera. Se kjo, domethënë, goditja e fraksioneve, diversitetit, dhe mendimi ndryshe ka sens në partit unike. Po të mos ja kërkojmë Ali Mehmetit te, që ka dalë pas 35 vjetësh. Ty të goditën ata 2 vjet pas pluralizmit. Ty? Po jo mu, goditën një rrym, një fraksion. Një rrym. 6 muaj. Po s'po më lepra, 6 muaj pas i erdhi Partia Demokratike, ty të hodhën e erë, bashkë me një grup tjetër. Po prito po të gjo pra tani. Po mirë mo këto terma përdorun se tani, po përdora këto, të kam dhe popullatën që duhet më kuptoj. Po përdora këtë tenden, diversitetin e gjitha këto, ikën populata, vetet e fevziu. Ne i rrit vlerat aty gabimit, tyre, ne orë jam të ti, si jam ne, jam të ti, jam të ti. Nuk i rrit vlerat më burë, po... është pjesë dhe Zotë Ylli ati gabimi. Po pra, nëse... Dakor. Zotë Ylli në atë ko, pjesë e rëndësishme, dhe Zoti Bushati tani,
Pjesë, pas 30 e sa vjetësh, pjesë e rëndësishme. Du të them që ka një problem me menaxhimi diversiteti, por... Por lere mo diversitetin, aty nuk lejohet Nuk lejohet pra mendimin... Aty është një burr i vetëm që ka... Tani, aty, për mua tani, pas ka gjë kjo që sillet si parti unike, apo s'to gjë? Po pra unike. Partit konservatore, zoti Yli... Por e ka prona i përsetet, ti mund t'ja marrësh. Ali Mehmeti, po i them, partit konservatore... Por e ti si i kanë nxjerrë njerëzit, si pas rrezikut. Ti kishe rrezik lartë. I kesh në fillim. Po nuk bëhet pra parti demokratike në qëse s'pranon... Gra mos pash, po kish rrezik lartë, njerëz pas. Iku që në fillim. Nuk janë parti... E tanë ceka, iku pak në vonë. Nuk janë parti... Ikën me vrap gjithë, i shduku. Nuk janë parti demokratike, nuk janë aq me pak konservatore. Konservatorizmi ka principe, ka ligjësi. E di si thot, ta mbyll vetëm një... Po jo, po s'po e mbyll ti se... Ja e mbyll. Po i luan fen, po thua gjera... i dim. Po jo, nuk... Ja, këtë që përsen të një është se din. Ti po thua, ti jeni gjende të më numërosh sa grupe me që ti je nga njerëzit më aktiv në politikën shqiptare, jashtë dhe brenda saj. A jeni gjende të më thuash sa grupe armiqësore ka prodhuar Partia Demokratike? Por e në disa që vizione i kam qytur, se grupe armiqësore i ka qytë Sali. Po mirë, shizma dakord, shizma është për Priftin. Ndarje për mendim ndryshëm, sepse të gjithë ata, grupet, një pas njëshme, dhe më thënë, gjdo 3-4 vjetë, kanë dalë Kalakula, kanë dalë Dashamir Shehu, pas të e Gens Pollës, nuk ka pushuar Eduard Selami, Azem Hajdari në një farë mënyre, nuk ka rreshtur të. Pse? Sepse nuk janë konservatorë. Konservatorë thonë këshu, teorit e konservatorë, filozofia e konservatorizmit thotë. Po tani dole në shtek shumë të çuditshëm. Do me thënë doktori ishe konservator, thot? Jo, nuk janë. I ka mungu konservatorisë. Ka mungu. Një subjekt politik, thot Roger Scruton, që është, si me thënë, filozofi konservatorve, përforcohet për mes mos dakordësive. Do t'jemi konservator, apo du me qenë Enver Hoxha? Që kush del e thot i fjallë ndryshet për jashto? Këtë po thot që e është Enver Hoxha, nuk është konservator. Po fletë si në Danimark, sigur je banori në Norvegjis, po jo më zotri. Këtu nuk ka fare pluralizm më burë. Nuk ka garë në një parti politike. Unë t'i tregova zotrisë që kam në kratë djatë, t'i tregova pak minuta më përpara rastin kur i ndjeri kërkonte të bej kryetar partije. Dhe ishte i sigur që i kishten po. A ishte zjedhur, Luli? Unë du me qenë konstruktiv dhe përballë Partinë Demokratike, përballë një pasqyre që nuk e tregon demokratike. Po referoj filozof, po referoj doktrina, se këto tani... Unë, po themi të njëtin gjë, unë po përpiqem të thjeshtësoj për njerëzit. Dhe dua t'jem konstruktiv për ata që janë demokrat. Po përpiqem të thjeshtësoj. Bushat, ti që mendon tani këtë? Drejta e këtyre është me Zotin ore, që të bëjnë çdo gjë, po... Relative është, sa është me Zotin. Në një kuptim, edhe unë kur dëgjova që, po bëjnë mbledhje, janë sa njerëz që e duan Partinë Demokratike me i ftyrë 3, duan të afrojnë më shumë njerëz, thasho sa mirë. Dhe këtë do e thosha për çdo shoqat, për çdo parti në Shqipëri. Sa mirë. Kur dëgjova sot Berishën, çfarë tha Berisha? Këta tha kanë agjendë personale, tha këta i mbushin sallat me socialista, këta nuk kanë gjetë momentin e dur, tha se ne jemi me Ramën, me Ballukun, betej. Thash një gjë, që tjetër gjë është parimi dhe tjetër gjë është realiteti. Parimi tyre, ne që flasim këtu, mund na duket idealist, kupulluar, i mirë. Por, kjo është si t'i shkoj unë ti me gjyshe një ditë në shtëpi, e ti them, hiq shamin dhe dil në bulevard me minifund. Do ajo dali me minifund në bulevard, apo do t'ri e strukur me shamin bunkerën e vetë. Në këtë kuptim, ajo që duan të bëjnë këta, më duket shumë Don Kishoteske, jo Don Kishoteske në kuptimin që e kemi shqiptarizuar ne, po si një fabull e pamundur. E pamundur, në këtë pikë se Don Kishoti është njeri i mirë.
Ju vetë e thatë. Ju më e the mirë, se Don Kishoti i roli ati është, ashtu është shumë i mirë. Iku preqim emocionistët. Iku pastaj në 97-ën ajo partia me emër seksual, partia idealeve djetorit. Mbanon që u larguan 97. Pastaj doli Polo. Në historia ka treguar që kjo parti nuk është parti demokratike. Është parti berishiste. Dhe duke qenë berishiste, çdo tentativ duke njohur historinë e saj, është misioni pamundur, gati të bën qesharak. Do me thënë, unë sot kur dëgjova Berishën thash, këta shumë mirë që e bëjnë këtë gjë, por këta duan të ndihmojnë dikënd që nuk ka nevojë për ndihmë. Ai e di si e do partinë e tij, të cilën e kontrollon si një bunker. Atëherë, por atë do. A shkon të ndihmosh dikë që do të jetojë në bunker? Kjo është pyetja që shtrohet sot, jo para këtyre, po para çdo lëvizje me PD. Atëherë thuhet se kur thua këtë, është një optik pesimiste. Dhe thua, ore, çfarë do ndodhi në Shqipëri? Pra, në qoftë se ne, unë të paktën, se jo gjithë të ndoshta bien dakord, themi që jemi përballë një regjimi, por me një opozit të dobët, të pareformueshme. Unë besoj që roli një opozite është ta sfidojë regjimin me zgjedhje. Këtu regjimi me zgjedhje nuk rrëzohet. Është një iluzion. Dhe këtu regjimi po rrëzojnë ditë, do rrëzohet me përmbysje. I mori nxori 200 vjet apart. Dhe kur të ndodhi përmbysja, nuk do marri vetëm Ramën përpara. Do marrë shumë. Do marri dhe Partinë Demokratike. Ndoshta dhe të gjithë ne këtu. Dhe gjithë politikën. Pra, të reformosh një instrument që do jetë... Ne këtu ja fute kot tani se ne jemi në punë. Mund të kemi punuar gabimet gjitha, po s'ka lidhje. Dëgjoj, revolucionet me të njomin gjenin dhe të thatin, revolucionet të fshin, po ndodhin ditë. Pra, nuk do ketë. Në këtë kuptim. Po që revolucion 200 vjeta kishte në shesh mërbur? Po s'do e bëj PD-ja, pra, ata ishin të PD-s. Po kush të e bëjmë? Pra, unë po të them që tje, unë po të them kur të bie Rama... Palestinezi, që më tregoj rrugën mua. Rama bashkë me këmbën në varr, do tërheqi dhe PD në varrin e vetë. Kur kjo të ndodhi, nuk e di kur do të ndodhi, dhe bashkë me PD-n thash dhe mua me ty, po të fuz dhe vete. Me më mirë dakord. Pra, ruajnë Ramën thuti, këta që të zgjasin jetën e tyre. PD-ja duhet ta ruaj Ramën. Pa to po bën. A ruan? Po e ruan, po e ka shpallur monumentin. Kështu që në këtë kuptim që themi, mos dalim shumë teori. Pyetja që kam unë, pra në optikën time, është ja vlen të reformosh një instrument i cili në asnjë moment nuk do ofrojë zgjidhjen përfundimtare, në këtë kuptim them është Don Kishoteske si një pyetje ta bëj. Këto kanë një detyrim për bëjmë bisedë për këto janë më të votuarit, një pjesë ato që kanë dalë. Kanë këto në një detyrim ndaj votuesve ty, këta duhet të rrinë kështu me qenë se s'po lëviz gjë. A duhet bëjnë diçka këto? Thjesht për të respektuar votën s'paku. Si mendon? Padyshim. Pra, t'ja njohim këtë. Padyshim. Problemi është, unë po shkoj një hap më larg. A ka mundësi qoftë sukses minimal? Kalon dhe pastaj kemi Ali Mehmetin që. Se mua kjo edhe këtu e mbarova. Kjo zotit Ali Mehmetin trishtoj akoma dhe më shumë. Që ishte shumë e rëndë kjo që dëgjova. Pra, mirë Berishën e njohim për kryetar. Por, po njeh Berishën për kryetar, njeh dhe flamurin dhe gjithë hierarkinë që ka caktuar Berisha, se ata s'janë caktuar në mënyrë demokratike. Por tjetra, ishte më e rëndë. Ishte më e rëndë. Ishte që në qoftë se kjo lëvizja jonë emancipuese mund të krijoj përçarje, unë s'jam për përçarje, tha. Berisha që sot ta shpalli përçarjen. Pra, me fjalë e zotit Ali Mehmeti që sot duhet ta mbyllin lëvizjen.
Se Berisha sot të e palli si përqarse, po. Përqarse. Prandes jam i pa shpresë. Mos do është përgjigja, po... Jo, përgjigja do këthej, i gjënë të tre dhe fleta i pas. Unë dyshe ka bushadi, unë mendoj që PD nuk është e Berishize, nuk është e Berishës. Berisha sigurisht ka instrumentet, ka parat, ka struktura, ka grup të organizuar, dhe nëpërmjet kësaj ai e mban peng Partinë Demokratike. Por në thelb Partia Demokratike unë besoj që është tjetër gjë. Partia Demokratike ka të ndëroj që edhe për shikuesin. Ju thoni një gjë krejt tjetër dhe unë nuk e kuptoj këtë dhe duhet ma sqarosh më qartë dhe më thjeshtë. Ju thoni që Partia Demokratike nuk është e Berishës. Okej. Atëre, kush nga ata nuk është i Berishës? Por e se Erdi Gazbardi, pa vull, pa gjë, i mblodhi gjithë, mori 500.000 vota, ato janë. E ka të kurur, dhe ata që mbetën mbrapa, dhe ata që mbetën mbrapa, e zituan fort, e dikush është sot partizani mi madh që tha, si Berisha lind në 100.000 vjetë, se sa tha. Gjekmarku. Gjekmarja, po. Gjekmarku? Gjekmarja nuk është berishist. Gjekmarja nuk ta këtë thënë për oportunizëm, por ai si... Po përse duhet në politiku njeri, më falë një minutë? Më shfal, përse duhet në politikë që ky vit të thotë të gjë, të gënjej njerëzit? Jo, dakord e kam me ty. Kjo është shumë e shumtuar ta thuash ti. Është nuk pritet ta thotë Gjekmarka këtë. Por ai thotë për politik, nuk e thotë se beson vërtet. Gazbardi kërkonte zotri, doli para kameve dhe lexonte në foltorën e parë, lesi ta them pak më pas këtë. Po, jo ta them pse nuk besoj që është Nuk e kuptoj këtë gjë që thua ti. Nuk është flamuri i Berishës? Nuk është Vokshi? Jo të themi gjë. Nuk është Paloka? Po, këta janë të Berishës. Po, këta janë ushtarë në mënyrë të cilëve mban peng Berisha Partia. Këta pse janë 500.000 votues. Po flamuri shumë më mirë atëre se Gjokmarku. Se më shumë donin Amerikën se më shumë donin Saliu se Amerikën. 500.000 votues nuk janë Berishist. Janë sektit. 500.000 veta, unë jam i bindur që shumica dërmuese të tyre kanë zënë hundën me dorë, kanë shkuar, kanë vendosur, ja kanë dhënë votën Berishës, duke shkuar të lajnë dhe duart mbrapa se mos na zërë në gjë. Domethënë, ai ka marrë votat për shkak ishin gati të hanin bar dhe të shkonin ke Saliu. Votën e kanë dhënë tek Saliu sepse urrejnë Ramën shumë më tepër se Saliun. Por po ti pyesësh, unë jam i bindur që shumica e tyre 500.000 vete do thonë që të ikin të dy. Dhe unë besoj që pjesa më e madhe e Partisë Demokratike nuk është ajo që është e verbër dhe në këtë lloj retorike, në këtë lloj mënyre banale të bërit politik që bën Berisha, dhe nuk e pranon këtë. Dhe vetë fakti që foltorja e Salianit dhe zoti Ali Mehmeti pati aq shumë njerëz dje në Durrës pa pikë organizimi, u mor vesh 2 ditë para që do ishte, tregon që këtu po zjen nga brenda e parti. E para kjo, e dyta, vetë fakti që më të votuarit në atë parti janë njerëz jo berishist, siç është vetë zoti Ali Mehmeti, shumë tjerë, siç është kudiun zoti Kalaja e tjerë. Pra do thotë që anti-berishistët marrin votën atë parti. Ose më saktë, ata që janë ndryshe nga berishistët, se s'po i quajmë anti-berishist. Jo berish. Jo berishist. Nuk ta kanë marrë dhe në votime, në zgjedhje. E dyta ka një tregues tjetër. Ja shivi këto fotot këtu. Dhe shif fotot e foltorës Berishës sot. Këtu mosha mesatare është këtë 30 vjeçët. Atje është 60. Nuk mund të jetë një parti me këtë lloj moshe pra nuk mund ta përfaqësoj këtë lloj moshe partinë. Pra mosha është shumë tregues se ku është partia, ku po shkon. Pra këtu tregohet që këtu ka të ardhme. Atje tregohet që është e shkuara. Dhe këtë mendoj që kjo do të thotë që këtu PD nuk është parti berishiste, në thelb. Por PD është marrë peng nga Berisha dhe retorika e tij. Unë po them çfarë është votuesi dhe mbështetësi i PD-s. Por strukturat e PD-s janë përcaktuar, janë vendosur me dhunë, me terror, me gjithë mjetet që ka përdorur Berisha dhe me pazare, dhe ajo parti shfaq këtë fytyrë. Dhe demokratët mendojnë janë aq qenie më thonë sublime tek besimi i tyre sa që votojnë një gjë që nuk e duan, në thelb. Ky është paradoksi i demokratëve. Berishizmi, Berisha është tjetër, ka PD është më e madhe se Berisha. Pa dyshim. Berishizmi është tjetër, ka shumë demokrat që votojnë PD-n, ke njerëz që s'po t'i themi që janë po jo më pret artikulojnë ja hodhën stemën lanë. Nuk kanë për ke votojnë. Basha ishe me stem, me juritin, Basha isha më lartë, me flamur, me gjithë. O bushat, të faj Bashas bëri as i betejë. Po të kishe bërë betejë, e kishe ujet Berishën, që sot ishte në pension Berisha.
Problemi është që Basha nuk e di për arsye, nuk luftoi dhe nuk e mbrojti atë parti nga berishizmi. O do flasim për çfarë duam, se dhe unë dua që PD-ja opozita jetë ajo që thuat. Është fatkeqësi, nuk është shkretësh. Fatkeqësisht, PD-ja sot është një shumë demokratët ty. Do të thënë, nga çfarë njohun, unë nuk besoj që demokratët janë ata që shajnë me nivel leadership. Edhe ndjekës ka, edhe pa ata s'bëhet. Por nuk, ato janë aty, por partia është më e madhe, ta them me bindje. Edhe të regojnë salat, dhe të regojnë salë, një salë ishte. Të dalim tek tema. Unë, shiko, Ilir, me që po ta bëjmë si debat ndoshta, unë sigurisht jam mbështetës i ploti asaj që bën ju, dhe personalisht ty të kam mbështet si gjë e re, gjë ndryshe, ose si modeli që duhet përcjell PD-ja dhe opozita shqiptare, komplet ndryshe nga çfarë ka përcjell deri tani. Dhe për këtë të mbështes dhe të përgëzoj, domethënë për nismën që kemë marrë. Por shoh një problem këtu, domethënë, shoh një lloj hezitimi, një lloj ngurrimi që ju keni marrë për ta thënë deri në fund të vërtetën tuaj. Ju e thoni për gjysmën të vërtetën tuaj. Ju thoni që problemi në Partinë Demokratike është menaxherial, është administrativ, është teknik. Në fakt, unë nuk besoj që është kështu. Problemi në Partinë Demokratike është politik. Partia Demokratike nuk vuan se nuk menaxhohet mirë apo se nuk din ta drejtojnë mirë. Unë besoj që Berisha është njëri shumë i aftë për drejtuar dhe di shumë mirë se ta drejtohet parti. Por problemi është që ai për një arsye nuk do ta drejtojë ashtu siç duhet, apo për interesa që ka, apo për cepin ku ka hyrë s'del dot etj. Dhe në këtë kuptim, unë besoj që nuk ka kuptim asnjë lëvizje pa thënë të vërtetën e madhe që e thot çdo shqiptar jashtë asaj partie, që Berisha duhet largohet nga ai parti. Dhe çdo zgjidhje në atë parti nuk mund të kalojë pa largimin e Berishës. Çdo formë tjetër zgjidhje është mbajtja e problemet aty brenda. Tani, këtë mendoj që duhet ju keni gjetur shumë kurajë dhe për këtë ju përgëzoj, por është kurajë për gjysmë. Dhe një kurajë për gjysmë nuk mund të sjellë sukses. Që të keni sukses të plot, duhet të shkoni deri në fund dhe ta thoni të vërtetën të plot ashtu siç është. Kjo një për shpëtuar Partinë Demokratike, po edhe për një gjë tjetër. Për vetë faktin që sot i mungojnë 250.000 vota të djathës dhe opozitës. Pse i mungojnë 250.000 vota? Sepse 250.000, ndryshe nga disa prej këtij 500.000 votë që kanë shkuar ta votojnë Berishën duke zënë hundët, disa tjerë thonë nuk votojmë fare asnjëri, letri kush dojë dhe ne nuk shkojmë të votojmë. Tani këtë elektorat unë besoj që ju më së miri mund ta tërhiqni sepse ju keni një profil tjetër që mund të jeni tërheqës për këtë lloj elektorati. Dhe duke mos e bërë të betejë deri në fund, unë besoj që ju ja mohoni këtij elektorati mundësinë për të përfaqësuar. Tani mund të kam dhe tjera, po them ta bëjmë si diskutim që mos i konsumojmë gjithë të themi. Dilema që sot të kolegët përgjithsisht thanë e pranuan idenë zoti Ali Mehmeti që Partia Demokratike është më madhe se Sali Berisha. Unë nuk e pranoj shumë këtë, unë personalisht, po kjo s'ka rëndësi, pikë rëndësie, se çfarë mendoj unë. E kojnë shifër? Jo, në rregull. Është një, okej, mund të jetë dhe kështu, por disa dërmuese me shumë ta, me madhe aty Sali Berisha dhe kjo s'ka pikë dyshimi. Tani, vazhdon të jetë. Dilema e gjithë bisedës tonë deri tani është, ju doni këtë retushimin, edhe Bushati, dhe Preçi, dhe Martiri e hodhën këti idenë që ju doni këtë retushimin dhe, ose më mirë të themi problemi është organizativ, si shtotë... Jo, e thë këta që është organizativ, po fakt është politik. Apo duhet që në Partinë Demokratike ndryshim të leadershipit, të paktën perceptimi në popull i dashur Ali Mehmeti, është që drejtimi i kësaj partie është totalisht i kalbur. Perceptimi njerëzve. Duke filluar nga Berisha dhe pastaj me radhë, të mos përmendim emrat. Tani çfarë? Ti vazhdon të mbetesh te retushimi, te kjo grimi që bëjmë ne aty poshtë, që na vën pak kështu, që na rregullojnë dhe ngjitemi këtu lart, apo duhet ky ndryshim që unë të pyeta. Analistët këtë ide kanë. Konkluzioni i tyre është ky, që është perceptimi i popullit, i njerëzve. Se ndaj shkojnë 200 veta në miting. Në qoftë se ju do dilni dhe do thoni duam vetëm atë makjazhin, retushimin, mendojeni mirë këtë, ai e i qartë. Ose po se the pastaj ti je një lloj si ai, Gjermarku, që thotë Sali Berisha është një vjet, ose Gazi që thotë të njëjtin, ka ndryshuar 100%. Atëherë ne si besojmë as ju pastaj. Si mendon tani? Mësoj mua.
Faleminderit, unë ju dëgjova me shumë kujdes patjetër. Çdo krahasim me Gjekmarka e gjet pa. Jo, nuk bëre krahasim. Thatë jeni sy ai. Mos keq kuptoj. Unë solla një pjesën ndërmuese të emrave që janë aty. Po, ma lejoni ta. Ti ata ishin në rolin tënd, donin të shkatronin, ja kam thënë këtu, në të mendin tënd ishte ulur Gjekmarku. E i thashë një muaj më parë statusi tënd kundër Sali Berishës ishte që Sali Berisha duhet të zhdukej. Dhe pastaj ai e përqafoi me të gjitha fuqitë. Pra, jemi këtu tani, zotëri nderuar. Kaq është historia, makjazh. Grim. Ta përfundojmë tash? Jo, thuaj, filloi. Ju përgjigjem, jo, ta filloi se pastaj diskutojmë. Në radhë parë, unë ndoshta ju keni vënë re që unë makjazh nuk bëj. As kur hy në studio dhe s'kam asnjë problem për këtë. Pra, nuk funksionoj në atë lloj mënyre. E dyta, mos bëni krahasimet pa vende, sepse ditën që Partia Demokratike disa njerëz tjerë ishin andej, unë isha tek Partia Demokratike dhe doktor Berisha. Kam hyrë prill 22-shit, kështu që kjo s'ka si diskutim dhe aty kam qëndru. Dhe s'kam bërë asnjëherë lëvizje nga një krahun tjetër, jo se lëvizja nuk lejohet dhe anatemohet e tjera, sepse ne kemi nevojë të bashkojmë. Kur keni hyrë në parti? Në prill të 22-shit. Të 2022-shit? Po. Besoj, është e qartë për gjithë se ku jemi. Qëndrimi im ka qenë... Të që e në rregull, edhe me tanishme. Qëndrimi im dihet se ku është dhe si është. Kur ke hyrë për Jo. Pa tjetër, po flasim për 30 vjetë për një gjë tjetër. Po që të mos ta ndaj vëmendjen. Pra qëndrimi ka qenë këtu dhe vazhdon është këtu. Çështja është... Ku këtu, se kuptova? Këtu ku jam unë. Këtu ku ka hyrë prill 2022-shit në Partinë Demokratike. Nuk po them ti ikës. Jam dhe kështu vazhdoj. Kështu që dhe koncepti berishist, antiberishist e me radhë e merr përgjigjen direkt me këtë fjali dhe mbyllet tu çështja. Unë e kam vendosur ku kam shku dhe si kam shku. Dhe vazhdoj qëndroj. Dhe nuk jam dakord. Njëri element. Nuk ke shku se je berishist. Ti ke shku... Jo, po i përgjigjen se je i gjallë dhe ke dashur të shpëtosh PD. Absolutisht. Dhe mendoj që Partia Demokratike i ka të gjitha mundësit për të arritur atë. Por, patjetër, duhet përfaqësoj të gjitha rrymat që ka brenda për të ushtuar. Pra, po nuk të lejohen të përfaqësosh rrymat. Në momentin që del një rrymë sulmohet. Tash kjo punë bëhet o me luftë ose me nënshtrim, se nuk ka afrom tjetër. Unë jam mendimit që përfaqësimet duhen bërë. Dhe nëse përfaqësimet nuk bëhen, nuk ja u japin, çfarë do bëni? Vun edhe pasojat. Apo jo, në njerëz. Kush i vun? Partia. Partia më patjetër i vun. Po kujt i plazati që i vun ato që thua ti? Kjo është një bisedë tjetër, pastaj do të... Jo, po s'është tjetër, po e kemi pyetur ne, po e shohim, aq i duhet. Ore aq i duhet. Po të përfundojnë përgjigjen time dhe pastaj ti përgjigjem. Ndoshta si pëlqen përgjigja, po ma ngjoni. Jo, unë dua të përgjigje. Dua përgjigjem, kuptoj njerëzit se. Jo, ju doni përgjigje, po tentoj t'ju a jap, po ndoshta juve s'ju pëlqen dhe s'po e dëgjoni, po më lejoni ta përfundoj dhe pastaj diskutojmë. Dakor, unë po të rriqem të dojmë kolegët dhe le të flasin këtë. Mos përfaqësimi i gjitha mendimeve, rrymave, diversitet, quheni si doni juve, patjetër se është një problem politik. Dhe kjo duhet arrit me çdo kusht. Pastaj rruga dhe mekanizmi që zgjedh gjithse kush për të arrit këtë, mund të jetë i arritshëm, i pa arritshëm, i diskutueshëm, mund ta komentojmë sa duam neve këtu. Po ky është qëllim, pra të arrish të përfaqësosh të gjitha rrymat, sepse është e vetmja mënyrë për të shkuar nesër drejt një fitore. Patjetër në kushte kur ke një palë zgjedhje normale, jo nga këto zgjedhje këtu që kemi neve, se këto nuk janë zgjedhje. Unë s'di çfarë emri t'i vej, po zgjedhje nuk janë. Pra nëse ne mendojmë që me të vërtetë në këtë lloj mënyre shkojmë, do thos marrim vesh nga kjo punë. Por që do i përfaqësosh gjitha interesat për të arritur për të bërë një volum të tillë njerëzish që të shtyjnë dhe ngrejnë një lloj opinioni, ngrejnë një dallg, dhe detyrimisht është e pa, le të themi, nuk mund ta injorosh dot atë lloj dallge, kjo duhet arritur. Duhet bërë. Nëse se bën, vun pasojë. Shumë e thjeshtë. Prandaj unë këtë mendim jam shumë i qartë. Nga koncepti tjetër ama, kujtojmë që brenda një partie për lidership për çdo lloj pozicioni, edhe pse unë personalisht jam kundër konceptit një antar një vot, sepse e di se çfarë sjell, mund të ketë zgjidhje të tjera. Po patjetër to diskutojnë kryesinë, ne kështu e kemi, një antar një vot dhe do ta zbatojmë. Brenda kësaj votojnë antarët. Nuk votojnë njerëzit. Pra nuk është se ndikohet nga sondazhet, po themi.
Se njerëz nuk mund t'i kërkosh njerëzve të votojnë. Nuk ndikohet nga sondazhe, mendime, perceptime, por ndikohet në një mënyrë ose tjetër ke njerëz, po në fund fare janë anëtarët që votojnë. Janë ata që vendosin që ndun kryetar, janë ata që vendosin që ndun pozicionet drejtuese deri nivelet më të ulta, deri ke niveli seksionit. Fund fare ditës ata vendosin. Mirë apo keq, pastaj e shef tek rezultati elektoral. Fund fare ditës. Dhe ama nëndërmjet rezultate elektorale, e shef tek nivelet organizative. E shef tek mundësia sa i ka dikush mundësit për thirrë njerëz apo jo. Se këtu e shef në ndërkohë. Se ne pam rezultate elektoral, ne shohim sa vetë po vinë shesh, ne shohim që organizimin e plot që ka baza, struktura, ne shohim dëshprimin e thellë ku ka hyrë gjithë. Tashti, kjo është edhe një proces, i cili kujtoj... Procesi po shkon për keq, se po rregullohet dhe po presim që rregullohet. Për keq nuk po shkon. Po për keq po shkon, jo nuk po shkon. Po se dje bënit protesta me 10.000 vetë, 5.000 vetë, tani jemi 200 vetë. Në atë aspekt aty... Po ajo treguesi. Jo, besoj mbani mund protesta 7 korrikut 22. Po ka ardhur duke përkeqësuar. Jam dakord. Por ne e dim si u bë ajo. Ne e dim shumë mirë si u bë ajo. Se mund një gjë se mos ke qenë i vogël. Në 22-shin. Jo, ku erdhi Beki. Aty kam qenë me flamurin amerikan i vogël kam qenë. Flamur amerikan dorë. Po shesh kam qenë. Po ishe më tan trenit. Po. Këto do krahasime do vështirë. Unë personalisht kam qenë 15 kaç. Jo, nuk po them ku ishe tjerë. Dhe e di ishe ti Adam. Unë po them një gjë tjetër. Po. Që ti krahasimet me 3 vjet më parë mos i bëjmë edhe. Jo, nuk bëj për kushtet që ne 200 veta ishin. Për kushtet ku ne ndodhemi. Për kushtet ku ne ndodhemi, i bëj krahasime me vitet të afërm, ose mund të bëj krahasime tash me fillimin e viteve 90. Pra, a bjem dakord që ka ardhur duke përkeqësuar, numri protestuesve ka ardhur duke rënë, besueshmëria ka ardhur duke rënë? Arsyet ne i kemi shumë të qarta. E dim si u bënte, se ne po ne e bëm protestën 7 korrikut, dakord? Dhe po ne jemi këtu. Dhe ne e dim çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon. I kemi parë të dyja. Pra pyetja çfarë nuk. Dhe elementet funksionuese, ndër të cilat 2-3 elementet kyçe kanë qenë hapja, rithemelimi, meritokracia, mbani mend. Dhe ne mbështetëm fort se ishin parime të forta, ishin shina të mira për të ecur përpara fort dhe si produkt i kësaj lloji energjie që edhe protesta e 7 korrikut. Nëse ne rikthehemi te këto, sepse nuk ndodhen pjesërisht, nuk ndodhen plota, nëse ne rikthehemi te këto, jeni të bindur që njerëzit vinë sërish mbështetje. Se më e rëndësishme nga këto 3 fjalë, rithemelim, hapje dhe meritokraci, ishte fjala rithemelim. Këtu ju jeni kontradikt madhe. Kur ne apo? Ju që ti i thua që ju që të shpëtoni duhet zhdukni Saliun. Këta thonë ne po punojmë të nxjerrim më të mirën e Saliut, dhe kjo është kontradikt themelore që kemi. Jo jeni njësoj. Jo, më këtë po të them. Pra, në qoftë se janë këto të treja që thot Iliri. Këto ishin. Tani, kush i shkeli këto? Se nuk i shkela unë, as ti. I shkeli doktori. Dhe shkoj disfat në zgjedhje. Dhe shkoj disfat në çdo gjë. Tani, a duhet mbaj përgjegjësi për këto? Ti e përtej Saliun, këta janë për të ripërmirësuar Saliun. Po pra, ky është debati. Nuk ripërmirësuar. Prandaj është misioni pa të mos bëhemi ne më katolik se papa tani. Kush? Ne, këtu. Jo, ne po përpiqemi të kuptojmë. Jo, kuptuam, në fund e kuptuam. Doktori është aty thotë. Ai duhet bërë një rregullim. Ne thotë duam vendin ton, sipas votave që kemi marrë. Po kjo është normale kërkimi. Po kërkoni fraksion, po e ka liruar. Ai ka premtuar fraksion. Kur u takon pa fraksion. Se ti s'mund të marrësh tani fut brenda listës mbyllur ata që s'marrin asnjë vot dhe lë Ali Mehmetin ose tjetin dhe tjetin. Kjo është e vërteta. E thjeshtë. Dhe kjo është një kërkesë shumë legjitime. Po ne të mos shkojmë këtu tani se duket sikur duam ne rrezimin e doktorit dhe këta po përpiqen të bëjnë doktorin me gjithë fuqinë. Jo, ne ajo që po kërkojnë, po them është që një lëvizje bërë për gjysmë nuk mund të ketë sukses. Kjo është problemi. Ne bëjmë analizë. Qofse mund ta bëjmë si debat. Analiza është i lider partije që rri gjatë parti gjithmonë ka mbështetës. Partia shkon mas kryetarit. Po sigurisht. Shumë mirë, do ai që mendon se gjithë votat janë të mia, ai është në një gabim, domethënë foshnjor. Lulzim Basha që e shajnë vazhdimisht tani disa,
Si kryetar ka marrë shumë më shumë vota se sa kryetari Berisha. Si kryetar, 2021 me... Më 750 me gjithë lësin. Një kryetar, zoti Ylli, largohet nga partia, jo se s'ka mbështetje në parti, por për t'i kriju mundësin të bëhet shumicë në shoqëri. Dhe me thënë, dhe këtu është handikapi i Partisë Demokratike. Berisha do më nej kryetar, thotë kam votat në parti, ma e mund t'i ketë tërë jetën. Sa jo është ndërtu ashtu tani, është zvoglu ashtu, dhe me thënë, paka shumë, këta që kanë marrë më shumë vota, kanë më shumë vota qytetarësh demokrat se sa antarësh demokrat. Po kanë dhe antarësh demokrat. Problemi është që edhe antarët e shprehen me braktisje që po i bëjnë partisë tyre. Është një parti zvoglim dhe alternativa në fund herës mbetet kryetari. Me thënë këta edhe po të bëjnë diversitet, edhe po ku diun, unë jam shumë skeptik se do keni një rezultat me Berishën kryetar. E kam thënë gjithmonë. Mendimi im është se çdo demokrat që del në kryet Partisë Demokratike me vot lirë, drejt dhe të barabartë, në zgjedhje në cilat Sali Berisha mban, si me thënë, një ekuidistancë nga kandidatët, nuk mbulon asnjërin, se cili që del në kryet partisë në këtë proces e mund, dhe po ja o them, çdo socialist që del në kryet partisë socialiste e mund Sali Berisha. Nuk po them Erion Braçi, se ai është kushështë, po kush do që del. Kështu janë punët në Shqipëri. Edhe elektorati ka një intuicion. Edhe intuicioni është i barazvleshëm ka herë me arsyen për të orientuar politikisht. Nuk do të kthehet. Nuk kthehet. Sali Berisha do kishte bërë më mirë, domethënë që të jetonte në atë meritet e lavdin që la, aq sa la. Nuk kthehet. Nuk ndodh kjo. Nuk ka për ndodhur. Si bëhet? Unë i bëj apel Sali Berisha, ja kam bëhë dhe ditën që kam marrë partinë. Po më po se dhe ja bëj doktorit. Apel i bëj, se unë jam themelës, unë kam bëhë beteja, në atë parti i kam bëhë mrena forume. Shti e që njëri më presh. Dregu, apeli është ky, që ti kryoj mundësi. Apeli ka kuptim për 3 muaj, jo për 30 vjetë. Se keni 30 vjetë, a i po insojështë. Po sepse vazhdo në rënja. Unë ja kam bërë para zgjedhjeve. Edhe në studion e Ylli Rakipit. Bile ditën që ka marrë Partinë Demokratike prapë, i mori me vendim gjykate, me qenë se u përmbush, si më thëmë, dëshira, ambicia, sedra, tjere, sot është dita me bo zgjedhje të reja dhe vetë mos kandidojë për t'i dhënë mundësi demokratëve të vinë pushtet dhe për t'i dhënë shansë Shqipërisë të ketë rotacion. Pas të ato tjeret. Tani unë kam një pikpytje pretë që s'ja kam dhënë as vetes shpjegim. Unë jam kundër modelit Berisha në PD, këto 30 vjetë. Por kjo ka një problem. Si shpegohet që gjithë këto shizmat për cilat ne folëm, pra që Berisha i ka bërë një padrejtësi, kanë dalë elektoralisht dështime kolosale. Pra, elektorati djathë nuk kam mbështetur as kënd që del për te i gardit të Saliut. Nuk kam shtet pak, po ka ardu ku zvogluar. Bëra asin pyetje kështu, ti themi një që si e mendojnë këtë, se është një pyetje shumë interesante. Po edhe unë kam një pyetje. Unë si ja përgjigje vetë kësa. Ka një përgjigje. Me grupin që kishte fuqi dhe mund të largonte Sali Berishën, dhe u rezikua të mërësish, ishte grupi Pashko, Preqi, tjetri, Mami, ky grup shumë i fuqishëm, kënë fillimet. Aty a je fshiu me tsunam, bampe fshiu të gjithë, dhe pastaj të gjitha grupet kanë qenë flukset, si pas meje, flukset të Sali Berishës. Dhe flukset janë shumë e thjesht bushat, nëse unë do t'jem fluksi tent, ti mund të më eqesh mua. Merkel ishte fluksi Helmut Kohlit, po erzoj. Iku Helmut Kohlit. Pra në Parti Demokratike. Iku e ndë, 17 vjetë iku.
Sepse duja demokratike. Partia demokratike. Kus ka demokraci, lideri nuk bie kur me zgjedhje. Edhe kjo është një përgjigje. Ajo që është e vlefshme për Shqipërinë, është e vlefshme dhe për PD-n. Kus ka demokraci, nuk rrëzohet i pari. Ka dhe i problem kushat që këta qa bëjnë? Këta lyen me acid tokër që mos mbi asnjë lider aty. Dhe natyrisht gjithë ata që janë rrotull të shove kanë një person që ka autoritetin këtu që të rivalizojë Berishën, nuk ka. Pse nuk ka, sepse ai o i ka zgjedhur të tredhur, o i ka tredhur rrugës. Është problemi me rivalizimin. Kështu ka mbjetuar. Nuk është problem, rivalizimi, se ka një sens, por nuk mund të bëjnë partitë e vogla, shizionet që dalin, bëjnë parti, ato kanë mjete minimale, janë një agresion pa media. Janë paka shumë viktimat e vetë mënyrës se si bëhen zgjedhjet në Shqipëri. Edmond Trako më thotë lexoja doktor Ali Mehmetit, Trako, nga ati igurit e ershëm, Edmond Trako më thotë lexoja doktorit, sa ko nuk atakohet tumori, nuk pastrohet do të obori. Ka folë në mjekësore. I përjap një përgjigje... Ta këshim lënë... Ta haroj sot e motës. Ato kanë marrë gjithmonë vota. Nuk është se s'kanë marrë, për s'kanë marrë shumë. Ky është një problem që nuk zgjidhet në këtë formë, qose nuk normalizohet gara demokratike në parti, gara e barabartë. E diti që kur Basha, për shumë, doli 3 herë. Unë kam parë, me keqardhe kam parë, Eduard Selami që doli. Eduard Selami, vide me një makina, kishte me qeraku të unë, edhe kurse kryetari partijës vinde me gjithë grupin e partijës, nuk ishte gare, pa imagjino se si del Saliu me atët Kuksit, që doli Saliu me të Kuksit. Kjo punë zgjidhet me statut, dhe statuti i parë që ta dishe, Andi, i partijës demokratike i konceptuar 13 dhjetor 1990 ka qenë për kufizimin e mandatit kryetarit në 2 mandate. Është paradoks me e mendu. Pra edhe kur fiton e kupton, jo kur humbet. Zoti Ali Mehmeti. Sepse kjo krijon një situatë ku monopolizohet vendimarrja nuk lëviz kush. A keni një pyetje të theminojnë një direkte, preç, jemi okej me gjitha këto, jemi shumë okej me këto i këtua, por a keni mbështetje në grupin parlamentar? Më kujtohet që kur nisi Berisha foltoren, nuk ishte direkt mbështetje. Ma dje mbaj mend Gazbardi, që doli para kamerave 5 orë resht dhe lexon të emrat e njerëzve të vdekur. Sigur kishin marrë pjesë në kuvendin e Luzim Bashës. Po tani Gazi ishte me doktorin, nesër mund të kaloj me ju, se i bërtiti kundër jush, po ndoshta kalon apo ja? Kini njerëz në grup parlamentar? Si që po e thonë ju, po e nënkuptoni si ku këto janë fraksione, janë ndarje... Fraksione ishën ata? U bashkuan me Berishën për interesat dhe presin tani, presin zgjidhje biologike? Ne po flasim këtu. Gazi këta? Ne po flasim këtu. Po flasim? Po, për këtë ju po nuk është fraksion, kështu që nuk është në diskutimi këti tipit ka apo s'ka po qëfar është se Bushati po mbledh supet? Nga i aspekt... Së është fraksion të qëfar është? Nga i aspekt, a ka ndonjë deputet në një forcë politike që nuk doj që ajo forcë politike të jetë më e fortë, të rritet më shumë, përfaqësoj më shumë? Po kjo nuk është... Qofse ka, është e rrallë. Deputeti mund të jetë Hajvani madh dhe nuk e kupton këtë që thuhet. Mirë pra, qofse ka është e rrallë dhe nuk e kupton, dakord. Po shumica dërmuese nuk janë. Kështu është pak e dendur në vendin ku jetojmë ne. Shumica dërmuese nuk janë tillë, kështu që në vendin ku jetojmë ne është pak e dendur. Kjo gjë. Tash na bëni përqindjet, po doni, po kjo është... Jo, përqindjet sa eksakt nuk i di, por shoh që pjesa dërmuese, jo vetëm te ju. Po të shikosh për shembull këta që shesin miell, marketet, biget e këto që janë pjesa dërmuese, janë njerëz deficient që janë në parlament. Janë pjesa dërmuese, e kupton? Nuk ka lidhje kjo. Po do t'i numëroj, po nuk ka lidhje. Po i them, për të thënë dhe majta, se duke sigur po i themi vetëm për këtu. Janë të gjithë këshuarë. Fatkeqësia jonë kjo është. Më duket se e kemi debatin me të shpo kuptoj unë të parakoshëm. Se këta akoma nuk janë të qartë qëfar duan dhe qëfar kërkojnë. Është pak parakohe si... Dakor se ato janë në një lëvizje për mendimin tim, për shembull, është pak parakohe. Ka ndodhur në Shqipëri. Duam ne, domethënë kjo është. Për të referuar dhe shembull shqiptar. Në Shqipëri ka ndodhur. Duan vendin e tyre. Brenda partisë, ka dalë për shembull lëvizja për Katharsis së Nanës, ka qenë një lëvizje ku ai ishte kryetar partie. Qartë. Edhe po ishte për organizimin e partisë. Ishte kryetar, po pa pushtet. Ishte Lirmeta kryeminist.
Por, nuk ishte gjë ndorë, si me thënë. Dhe këtu njerëzit, unë mendoj që kjo do shfizu pozitivisht, për shembull ti isha në rolin e Berishës, do shfizoja pozitivisht se këta mbledhin njerëz që nuk i mbledh Berisha. Por është një gjenerat e re në Shqipëri që kanë bërë dhe shkolla jashtë, janë demokratë, familje demokratësh, ata për shumë mund s'jellin risit më dha në Shqipëri. A e do partina ashtu Berisha shpyetja preç? Që se Berisha të një minut. Sa mund të duan ashtu, po i se do është. Po të mendoj që Sali Berisha është... Mendoj se Sali Berisha është, po përdor fjalin viktime një sedre, dhe me thënë që lidhë dhe me sanksionimin... Një sedre. Që lidhë dhe me sanksionimin e ti, me papajtueshmërinë, me fatin e ti, e tjerë. Por unë nuk më shkon me në që ajë s'do marrën pushtet, se në që se ajë përshën ignoron, gjithë një fash... Nuk mundet. Dhe duke qenë se nuk mundet, nuk punon për atë punë, punon për të mbajtur partinë. Edhe për çështjen e tij. E kam argumentuar në disa herë, edhe për çështjen e tij, sanksionimit, një PD në pushtet mund t'jetë një zgjidhje. Po duke lënë me ardhë, duke lënë që të vijë. Po pra, duke qenë se nuk vjen dot, ai ç'a bën? Ai thjesht mban partinë se nuk lufton për atë që sa arrin dot. Unë jam duke qenë koherent, domethënë që ai duhet hap rrugën të lejë të brezin e ri, po rritet një brez i ri, shikoni nëpër media, nëpër rrjetet, do ka të rinj, të reja, 40, 25. Tek ajo e Durrësit, pash atë si kishte ata janë potenciale. Tani si edhe ky gjenerat do digjet. Ky që nafton nafton ti është një debat racional si mund të rindërtohet opozita. Kurse këta ka nisur një lëvizje duke pasur përballë apo në krah një njeri që ka ndarë mëndjen që nuk e do këtë opozit të reformuar. Ne po flasim për lëvizjen e këtyre, po... S'kam se fletë si unë mëndje, unë kam histori tjetër, jam prej kohë duke shua, aje është në politikë. Aje bile nuk ka pse shtronë, se kjo problem mund shtrohet ku të ketë garë në partijë, që se ka atmosferë, një prej tyre mund të kandidoje. Që se ka kushte për... Të dalin që tani këtë thonë, a këta stanë asgjë dhe... Do në thëmë gjera. Ore, a kandiduan të kjo parti, pavarësisht se këtu s'kishte zgjedhje se këtu i vjedh gjitha Rama, po a dolën brenda asaj kusuazët vogël të partisë, disa njerëz që në primare meritonin të ishin deputet. I dogji partia. Pra, këtu kuptohet që ai organizëm është i pareformuar. Prandaj unë thash që çdo lëvizje për reformim ngjan me Don Kishotizëm. Sa do idealistja. Ne rrim në nivelin e Unë them është Saliu i pareformuar. Po partia është reformueshme. Nëse kanë partia e Saliut ajo është e Saliut. Unë them këtë që o vlla ti në atë grup parlamentar ke sot 20 veta që thoshin ne pak e duam Saliun akoma. Por më shumë duam Amerikën se sa Saliu. Sot, kuptuan politikisht që janë gati të bështynë Amerikën dhe të puthin Saliu. Saliu i bëri deputet. Po pse? Sepse provuan njerëzit ata. Gjysmë milioni njerëz i merte Saliu në vete. Këta s'merin as një të. O vlash organizëm berishista i. Ata mbrojnë karrierën e tyre personale. Quhe falanga, quhe trushplar, quhe çat duan. Ata e din që karrierën parlament kanë prej Saliut. Dhe do mbrojnë Saliun se ndryshon ta japun shpjegimin. Ta japun, ka shpjegim edhe kjo. Mos mendo se s'ka shpjegim, sepse Berisha ja arriti në gjithat e narrativën e tij që të binte shumë njerëz aty në parti që mua më ka sankcionuar George Sorosi, si armik i këtij arti e tjerë. Dhe me kalimin e ndryshoj, u binde dhe ju. Edhe unë u binde. Tani, unë nuk jam binde asnjëherë për arsye të thjeshtë, sepse nuk mund të imagjinoj që një nga miliarderët e pa numër që ka Amerika merr zvarr vendimarrën superfuqinë. Nuk ka rëndësi. Ishte një puç. Ishte një puç për ndihmuar Edi Ramën. Non grata është e pastër që ishte një puç. Shumë vete kanë besu këtë. Ka dhe njerëz që ta dish nga unë, që nuk e kanë besu këtë, por kanë votu kandidat që i shkon vota prapë PD-s. Se janë PD. Unë them që nuk është Sorosi, po është një lobim ai. Prit, tani Saliu. Se ka emrin Soros. Ka ndryshuar pushtetin SBA. Ka ik George Sorosi, Bideni. Duhet ketë një shpjegim. Okej. Po, duhet ketë një shpjegim. Dhe pavarësisht se sipas teje
Rena e Saliu tra, ata prap janë berishis dhe të gënjër. Shojmë. Ore, nuk lëvizin. Shojmë. Nuk Që lëvizin. kthehemi se dolëm shkum larg. Ti drejton mi lirin, nëse ashtu. Po shiko, unë një gjë vlerësoj tek kjo lëvizje, unë mendoj që ajo foltorja, ajo takimi i Durrësit, një farë mënyrë ka shpëtuar fytyrën Berishës dhe Partisë Demokratike. Pse? Sepse në kushtet ku gjithë Shqipëria po tallet me PD-n, që si ka mundësi që thelbin e problemit nuk po e thot kush, pra në atë parti gjithë janë rreshtuar, thot Rrov Saliu se paktës nuk ecim dot, ndërkohë që gjithë pjesa tjetër jashtë asaj partie thotë që problemi aty është Saliu. Dhe ajo foltore, ai organizim më në fund tregoi shqiptarëve që ka ca njerëz që i dalin Berishës përballë dhe kjo i shpëton dinjitetin kësaj partie. Në qoftë se Saliu e pranon. Po duhet ta pranonte pra. Duhet ta pranoj pra. Duhet ta pranoj. Tani pyetja që ndron këtu, unë besoj. Pyetja për Ali Mehmetin. Unë besoj që juve në këtë mes, ju keni një fuqi shumë të madhe. Pra keni potencial shumë të madh aty. Sepse unë shoh që demokratët janë të demoralizuar. Tani a mos po e lini të shkojë dëm këtë potencial që ka, këtë lloj ku diun dëshpërimi ku ka hyrë PD-ja ose demokratët në PD për ta kapitalizuar këtë në mënyrë që ta ktheni një energji për të reformuar partinë. Dhe këtë duhet ta bëni duke vendosur, mendoj unë, gishtin prap aty ku kemi kohë që e themi me Bushatin, te Kreu, sepse koka është ajo që e sjell problemin, nuk e sjell bishti. Se të dëgjova në një moment dhe aty s'më pëlqeu, them drejtën, ta them kështu hapur, që the në një vend që nuk di gjë Saliu se e gënjen këta, më duket, të tjerët. Paktën kështu e pash si titull diku. Nuk e di ashtu situar. Nuk e besoj, po me që je po ta them drejt për drejt, domethënë. Nuk ndërhyj këtë titujt. Pra domethënë është çift fjalën time. Okej, prandaj po të them, po të pyes domethënë më shumë që pra a ka faj Kreu për këtë punë apo e kanë turbulluar këta poshtë, domethënë kjo është pyetja. Po. Kreu s'ka faj. Se pyeti doktori. Po. Atëherë, rreth parë. A ka dëme, a ka dëshpërim, si e përmendët ju, patjetër që ka, 13 vjet opozit, patjetër që ka, diskutohet. Madje mos kishte qenë kjo parti adëtar, kjo do ishte shkri kompletesh. S'do kishte ekzistuar më. Dhe arrin mban një elektorat mbi gjysmë milion njerëz. A mund të bëhet më shumë? Po, ju thash rrugët pak më parë se si bëhet kjo. Si kapitalizohet? Do e kapitalizosh në një mënyrë të tillë që është dhe e pranueshme. Pra e kapitalizon, po e çon diku ku pranohet ky kapitalizim. Prandaj unë mendoj si rryma që duhet të funksionosh në mënyrë sinergjike të dyja krahët. Pra të pranuara të dyja krahët dhe të dy krahët përfaqësohen. Nëse kjo nuk ndodh, dhe këto dy krahë hyjnë në kontradikt njëri me tjetrin. Nuk i quhen krah më valla. Po i quhen. Janë privat tha. Po mirë, dakor, privat. Ore ju kaloj direkt në privat. Jo nuk nuk po ndroj bisedën. Nuk ju quhen palë. Janë privat tha, grup privat. Dakor. I lau duart me. Po mirë, votues quhen ata? Tradhtar tha sot. Votues quhen? Ja tradhtar, jo. Pak a shumë. Aty të tradhtar. Ja hoqi vizën. Votuesi ke ti, erdhën te ty, o erdhën me shumicë te ty. O zotrin, ne po themi çfarë ka ndodhur. Erdhën me shumicë te ty dhe te shumë të tjerë. Votat i more ti dhe zgjodhe ata te listë mbyllur. Tani Edhe këtë e zauru, besoj s'ka. Po s'kemi e zauru gjithare. Ky të bëri pyetje, uji i lartë rrjedh i kulluar dhe turbullohet poshtë, apo si është puna? Uji i lartë, uji që rrjedh nga ky doktori, rrjedh i kulluar vëlla, apo është i turbulluar që lartë? Lop të katundit poshtë. Po merja t'jepja përgjigje kësaj pyetje, po Këto quhen pyetje retorike. Be, jo retorike preç këtë pyetje. Jo ka përgjigje kjo sa pyetje. Ore doktori, është në rregull apo jo? Përgjigje, pyetje quhet retorike kur është përgjigje. Ti dhe përgjigjen, çfarë kërkon ta thotë dhe ai? Edhe përgjigje. Atëherë ndërkohë, për ta mbyllur sonte, ta kishim marrë këto vitin tjetër kemi zgjedhje. Nuk ta tha mos zotria bëre pyetjen apo. Ai e la për gjysmë, nuk ai thotë. Atëherë pyete prapë ajo pjesë për doktorin. Jo, për doktorin mirë, por unë shiko, problemi është tu mirë doktor. Mos gabimet janë poshtit e ti. Doktori s'do më burr. Tani unë po them këta që e kuptojnë këtë gjë. Kaq më do bëj. Se nuk e bëj këta, domethënë kjo është pyetja. Doktori jo, s'do, po të je përgjigjem shumë. Ta dha, kaq do bëj ta. Do marr Saljanin. Do energjizojmë thotë ai. Çamo? Do energjizojmë thotë këtë pjesë. Ora i nxori jashtë këto energji sa duash ashtu.
Ashtu ke grupe sa duash. Një më mirë, dakor. Ke parti, pastaj kthehet ai bet avokat populli. Njëri po bet avokat popullit. Luftoi ai, jashtë. Kalon avokat populli. Do votoi dhe PD-a, tha doktori. Kishte edhe në urdhër që të votoheshin të gjithë këta. Ne do votojmë për ta, tha, por në listë janë dhe këta. Ta firmosi, kam firmosi për të. Po bëhet ai me që në partinë e Panës. Çabani. Po bëhet avokati i popullit. Tani dhe me votat e doktorit. Po, sigurisht e kthyen. Kuptonë, zotëri, ti deri këtuje, dakor, ne jemi me ty ore, se ne bëjmë do të gje. Kaq sa do bëj, të lutem preç, kaq mund të bëj këtë. Tani një pyetje që është konkrete fare. Tani ju, vitin tjetër do të ketë zgjedhje. Ju do të merrni pjesë, do të kandidoni? Në partinë. Për kryetar? Doktori tha të vi kush doj. Unë personalisht, jo. Atë do t'i çojë doktori. Do keni kandidat ju si grup? Se Uran Butka nuk të vjen me. Edhe një herë. Uran Butka nuk vjen me aty për të kandiduar. Nuk kamore. Ju si që keni njësë si iniciator të kësaj? Unë ta thash që në fillim të emisionit, si e perceptoj unë këtë dhe për çfarë qëndroj unë aty. Dhe çfarë qëndroj dhe këtu dhe po e them dhe po e përsëris disa herë derisa të merret përgjigje. Përgjigja ju ishte, besoj, e qartë, është jo. Dhe nga kjo aspekt, unë se konceptoj këtë si lëvizje antikryetar. Po ta them për herë... Marja pjesë në zgjedhje, si kandidat nuk është lëvizje antikryetar. Kandidatët le të shkojnë... Ti do vesh. Unë jo. Unë nuk ishë... Jo si kryetar. Nuk ka se tjetë antikryetar, nuk është çështje lufte kjo. Ky kërkon vendin e vetë, Allah, si kryetarës vetë do vendin tim që e ka të merituar. Nuk do të thotë që ju duhet jeni anti-berishist, por ju keni ca rezerva ndaj këtij dhe ju jeni për idenë që mund, them, për një lider tjetër. Nuk të thotë që janë anti-berishizëm, nuk është të thotë që urren Berishën apo... Nuk po them as këtë. Unë jam duke folë shumë qartë. Jo, ti vetë jo, por... A do dalë dikush Berishës përballë? Apo do kandidoj vetëm? Unë të dalë, do shprej ambicien dikush qofse mendon. Po ju qofse keni një vizion tjetër, pse nuk kandidoni për këtë vizion? Për ta përcjellë këtë vizion. Jo ti personalisht, do të dikush. Dhe imperi ka mund dhe pastaj secili thot mendimin e vet dhe e mbyllim. Duhet shprej ambicien e vet. Pa mirë, a keni si objektiv që në zgjedhje ju të jeni të përfaqësuar, të jeni brenda partie. Ju si rrym apo si ku diun çfarë mund ta qyjmë se ta thash edhe një herë. Tani është në këtë drejtim. Jo që neve po. Zoti Ali Mehmeti, pyetjen që i bëra unë, zgjedhje do bën. Ta thot ta shpreh ambicien diku. Doktori kërkon të kandidojë kush të dojë. T'japi platformën, vizionin. Zoti Mërtiri. Për mua është rëndësishëm është procesi. Zoti Ali Mehmeti. Procesi është i rregullt. Zoti Mërtiri. Procesi nuk krijon. Procesi nuk krijon. Problematika mbrapa. Po pastaj tani doktori do vej atje, do zgjidhet. Pranon këtë dojë, të vit kandidoj kush dojë, Zoti Ali Mehmeti nuk vete. Tani kam edhe një pyetje unë që është për ju përgjithsisht. A mund të ketë zgjedhje për lidershipin e PD-s me Berishën që kontrollon, siç e tham gjithçka aty. E thatë njeriu, po dua një përmbledhje. Madje edhe media e kësaj partie nuk e pasqyroi fare këtë. As webi, as televizioni. Media partismo. Nuk e po se është private, thotë. Nuk e futi fare. Nuk japin private. U quajti aq aktivitet privat se nuk e pasqyroi as media aktivitetin tuaj. Media partis. Media doktorit e kanë fjalën. Syri. Nuk e pasqyroi. Po, qartë. Si mendoni tani si të shkoj kjo punë? Mos do të tepruam ne bëm shumë para kohë këtë emision apo? Si e kupton tani pres se ti ke kuptimshmëri të gjera në këtë pikë për shumë vite. Si e shoh sot unë, ashtu siç janë, siç bëhen lojrat atje, nuk ka zgjedhje. Ai mund dali dikur se kanë dalë, por dalin për të thënë kuptim thjesht paraqitjes me 2-3 kandidat, nëse del ndokush. Megjithëse mendoj se nuk do ketë, nëse s'ndryshon gjë, nuk do ketë kandidat që do dalin këto kushte. Sepse kjo e puna zgjedhje është e lidhur edhe me evoluimin që do ketë kjo lëvizje e tyre, po quaj. Unë jam dakord në këtë nivel. Mendoj që të ketë evoluim. Evoluimin e lëvizjes nuk e kanë këto në dorë, e ka Saliu. Do nëse Saliu do vazhdoj ti... Që ti mendoj që Saliu i ka vënë këta? Jo. Po që? Nëse Saliu vazhdon t'i ekskludoje, t'i anatemoje, këta janë dytru me ma qëndrim se këta nuk do t'a lenë. Apo kanë mendoj, unë mendoj se... Si që Riti Blerim Qela më kujtojtë mua atere gazetën Koajon. Po themi gjëtë shumë... Këta në fazën e tanishme janë si Erasmi, nuk kanë pse karikojnë retoriken për të kriju konflikte, se janë konflikte që nuk janë produktive për ta. Këta thonë ne jemi këtu. Saliu është zhbalancuar për mendimin tim, dhe ndoshta mund t'jetë pendu, nuk e di, që me një herë janë atemoj. Që do bëjmë këto? Me qënë si janë atemoj Saliu, do fusin, do më thënë, bishtin, do sprapsën, më mendoj që jo. Edhe këto do vazhdoj një hap para.
Se këta janë e thashu në drejtë, këto kanë votë. Këta tani po ke shërbyer shumë mirë si këshilltar dhe nuk të kanë dalë gjerat. Preç, nuk të kanë dalë gjerat, se tani po e mëson. Mësoj njëri, unë mësoj vetë. I morëm kja po jote se ti u thoi gjerat vërteta. A e pyte ti. Po nuk shkon gjerat e vërteta këtu. Ora, këta kanë vendos me Elan, me qënë se Saliu, tha janë private, kanë marrë atje socialistë. Nuk do vazhdoni më. Unë thash një gjë, zote, unë jam dakord me nivelin e retorikës tuaj dhe që kërkoni ju tani. Sepse mendoj se kështu punohet, nuk dilet kështu me shpat. Vënmen dhe preqi. Por, evoluimin e qëndrimeve tuja do të varen shumë nga reagimi Saliut. Dhe i PD-s do reflektojnë ato rreth jush, do ja njohin si merit këte që shkundet partin, do të legalizojnë një fraksion që ose dikush e doni, ju ndoshta se doni, apo dy të anatemojnë. Nëse ju anatemojnë, do ulni kokën apo do vazhdoni? Unë perceptova që do vazhdojnë. Por nuk e t'jove përgjigjen e Saliut tani, se ti sot s'kan ndjekur. Por Saliu e dëgjova të gjej këte. Saliu tha ik pirlluni nuk jeni privat. Edhe iken këta. Jo, këta nuk ikin vlla. Ja le ta thot ç'a do bëjnë. Këto po pyet. Po këte po thonë. Ali Mehmet ç'a do bëjnë? Deri tani e ka thënë një gjë të vogël, se ai na mësuar me thënë tjera gjëra, kupton. Ka thënë një gjë, tani varet nga këta. Po. Politika patjetër është dinamik. Dinamik, ka që kuptova përgjigjen. Do vazhdojnë. Politika është dinamik, ndoshta të ndërruar të shikues ne e bëm dhe pak para kohë këtë si emision, se sa po filloi, procesi që shkuan në Durrës këta, por patin shqetësim. Megjithatë duhet mbështet, besoj duhet thënë kjo gjë. Jo, duhet mbështet edhe sikur kërkesat e këtyre të mos shkojnë vërtet, të jenë kërkesat vërteta, që unë nuk i shoh. Deri tani, po prapë janë kërkesa legjitime. Sigurisht. Zotëria që kemi në krah ka marrë vota shumë. Respekton votat. Tjetri, të tjerë kanë marrë shumë vota aty. Dhe të hypë tani në majtë e kalit, pastaj hypën, vjen dhe hypën, edhe kjo është një kërkesë, vjen dhe hypën ai që s'ka marrë asgjë. Dhe kjo është një kërkesë shumë legjitime. Ne, pritshmëritë tona ishin shumë lartë, po, tani kush jemi ne tani që të kërkojmë, apo jo? Salian të është e kam javën tjetër atë, edhe të nga trova të tani, po tije, se jemi të barabartë tani ju. Nuk është se është njeri më i rëndësishëm se e tjetri. Saliani dhe ti jeni të barabartë dhe në momentin që po flasim. Ne ju urojmë që kjo lëvizje të jetë vërtet, është momenti i parë, do shta kaq mund të thuaj, apo jo? Ke gjë për të thënë njerëzve më shumë se çfarë do të që gjithçka ishte e qartë, transparente, unë besoj që transparenca, të folurit qartë, këtu jemi. Nderuar të shikues, kjo ishte pjesa e parë e emisionit tonë në përmbrëmjen e sotme. Pas shumë kohësh, ndoshta shumë vitesh do themi se të gjitha kanë qenë kështu, kanë qenë si thua të lidhura me njëshin, me Sali Berishën. Kjo është një përpjekje, është pozitive dhe për një arsye tjetër, nderuar të shikues, që Saliu nuk u pyet në këtë rast që këta dolën. Ai u shqetësua më shumë. Dhe ndoshta kjo do të jetë një lëvizje për nesër. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do të kalojmë në pjesën e dytë, do të largohet zoti Ali Mehmeti, ne do të vijojmë, do vijë një kolegu ynë tjetër, dhe do të vazhdojmë një temë shumë interesante, është hapur se kështu hapen gjërat në Shqipëri. Zoti Ali Mehmeti, është hapur, po më thuash dhe në një fjalë për këtë, apo e godasin Amerikanët Ramën, apo jo? Kemi ne si pjesë të dytë do vijojmë, se duket sikur, edhe në këto goditje, duket sikur ka, Amerika ka hallet e veta dhe punët e veta, tani të gjitha. Por ndoshta segmente amerikanë janë të interesuar për këtë punë. Ti si e mendon? Para se ne të kalojmë në publicitet. Ka aq shumë ekspert geopolitik Shqipëria, sa që unë nuk do i shtohem kësaj mase. Atëherë të falenderoj shumë, publicitet të rikthehemi.